Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Menuja e Perëndis është me të vërtetë e shkurtër, por e dini çfarë? Ajo do t'ju plotësojë çdo shije. Miq të dashur, përshëndetje dhe faleminderit që jeni bashkuar me ne sot në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Cila është forca lëvizëse në jetën tuaj? E dini se ajo gjë që zë kohën tuaj dhe për të cilën mendoni vazhdimisht influencon vendimet që merrni? Mund të jetë puna juaj, familja ose gjërat që bëni në kohën tuaj të lirë. A është gabim që fokusohesh vetëm në punën tënde? A është gabim që të jesh i fokusuar vetëm në marrëdhënien me njerëzit ose me gjërat që bëhen në kohën e lirë? A ka ndonjë gjë të keqe të jesh i fokusuar mbi thelbin e arsyes edhe ti kushtohesh asaj? Sot Dr. Stanley na këshillon të jemi sinqerisht të bindur ndaj Perëndisë më shumë se për çdo gjë tjetër në botë. Ndërkohë që gjërat e tjera mund të sjellin një kënaqësi të përkohshme, përkushtimi dhe besnikëria ndaj Perëndisë dhe Birit të Tij Jezus Krisht e kënaqë vërtet shpirtin tonë. Qëndroni me ne tani ndërkohë që Charles Stanley na mëson se si të jemi të uritur edhe të etur për Perëndin. Dëgjim të këndshëm të programit tonë. Në qoftë se dikush duke përshkruar uri në jetë, ju ka thënë për çfarë keni më shumë uri, si jeni përgjigjur? Është diçka apo dikush? A mund të thoni që mendimi që ju ngacmon më shumë gjatë ditës suaj në një ditë të zakonshme është ajo çfarë mund të fitoni apo merrni? Cila është ajo gjë që ka më shumë vlerë se gjithçka tjetër në jetën tuaj? Sepse besoj e kuptoni që marrëdhënia juaj me Perëndin ndikon gjithçka tjetër që bëni, kohën, planet tuaja, parat dhe marrëdhëniet me të tjerët. Duhet ta dini se ka kaq shumë mënyra se si e kuptoj marrëdhënien tonë me të dhe marrëdhënien e tij me ne. Nëse e lejojmë botën të na josh në një mas të tillë, Perëndia do të dalë jashtë jetës tonë. Miku im, në këtë mënyrë ti po humbet më të mirën. Po humbet më të mirën sepse e lejove veten tënde të kënaqësh mishin. Mish do thotë natyra e karakterit tonë njerëzor. Ne të gjithë erdhëm në këtë botë bashkë me të, emocionet natyrore. Ne duam të kënaqemi, t'ia plotësojmë dëshirën mishit, natyrës tonë mëkatare. Por, nëse dëshironi në zemrën tuaj, mund të ndërtoni një marrëdhënie të këndshme me Zotin. Gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj është marrëdhënia juaj me Atin qiellor. Dhe ai do ta bëjë të mundur sepse tha: "Kjo është dëshira e zemrës së Tij." Pra, nëse Perëndia na ka krijuar me këtë dëshirë në zemrën tonë, në qoftë se ai na ka krijuar me një uri dhe etje për të, atëhere si do ta di unë nëse kam këtë etje ose jo? Cila është shenja e parë? Një nga shenjat e para që një person ka vërtet uri, etje dhe dëshirë për Perëndin është dëshira dhe interesi për fjalën e Perëndisë. Sepse në fjalën e Perëndisë unë dhe ti zbulojmë se kush është ai. E mbani mend se çfarë thash në fillim fare? Që marrëdhënia ime, njohuria ime dhe arsyetimi im për këtë person do të më drejtojnë në marrëdhënien time me të. Kështu pra, marrëdhënia ime me Zotin varet nga marrëdhënia ime me fjalën e Perëndisë. Ky është qëndrimi i një personi që ka vërtet uri, etje dhe dëshirë për të. Uria thot gjithmonë dua më shumë. Kjo është arsyeja që ky njeri vjen në kishë të dielën me një Bibël, stilolaps ose laps dhe një copë letër në dorë. Ju nuk doni vetëm të dëgjoni diçka, por edhe ta mbani mend. Nëse keni uri për Perëndin, ju nuk do të ngopeni kurrë. Shikoni se çfarë do të ndodhë. Filloni të lexoni një pjesë nga Bibla. Mund të lexoni 2 ose 3 kapituj dhe nuk ndjeni me doamos që Perëndia po ju thot diçka specifike, por mund të ndodhë të lexoni ditën tjetër një varg dhe të thoni: "Faleminderit Atë, faleminderit Jezus, për këtë kisha nevojë." Dhe çfarë ndodh? Ju filloni të zbuloni gjërat rreth Zotit që ndryshe nuk do t'i dinit kurrë. Po pastaj,
krijohet një uri dhe etje në jetën tuaj të bëni çfarë? Kjo do t'ju jap një dëshirë të fortë të lexoni më shumë dhe të meditoni mbi fjalën e tij. Jo thjesht ta lexoni, por të meditoni mbi të, që do të thotë të bëni pyetje. Perëndi, si zbatohet kjo në zemrën time? Në këtë mënyrë ky libër bëhet një prioritet në jetën tuaj. Ai na zbulon se kush është Perëndia, çfarë mendon ai, çfarë bën, çfarë thot, si punon ai në jetën tonë, pasojat e mëkatit dhe pasojat e bindjes. Gjithçka gjendet këtu, në këtë libër. Tani, nëse jam duke zhvilluar një marrëdhënie me të, dua të di se si mendon ai, dua të di rrugët e tij. Në gjithë këto vite nuk kam takuar kurrë ndonjë njeri që të jetë aq i perëndishëm, i thellë, i përkushtuar, i qëndrueshëm, i uritur dhe i etur për Perëndin, dhe të mos ketë uri dhe etje për fjalën e gjallë të tij. Sa herë që lexoj historitë rreth të krishterëve të famshëm dhe shumë njerëz të tjerë që i kam takuar dhe që Perëndia i ka përdorur në mënyra të mrekullueshme, shoh që ata flasin gjatë gjithë kohës për këtë. Ne shkojmë në fjalën e Perëndis për të kërkuar dituri, urtësi, forcë dhe udhëheqje për jetën tonë. Dhe ja se ç'ndodh. Nëse keni uri dhe etje për të, do të keni një uri dhe etje për atë që thot ai rreth situatave të ndryshme në jetën tuaj dhe se si mund të veprojë ai në jetën tuaj në këtë pikë. Çfarë ndodh si rezultat? Besimi juaj ndërtohet. Në çfarë ndërtohet besimi juaj? Nuk ndërtohet vetëm në faqet e fjalës së Perëndis. Besimi juaj ndërtohet në personin e Perëndis. Kjo është zbulesa e Zotit. Ne nuk e adhurojmë këtë libër, ne adhurojmë Perëndin që e zbulon veten e tij në të. Dhe kështu ngazëllohemi. Po pastaj, ky libër është si një minier ari. Çdo herë që e hapni, do të gjeni diçka të çmueshme që sigurisht nuk doni ta humbisni. Dhe gjithçka që duhet të bëni është që të filloni të rriteni në këtë marrëdhënie me të. Shpesh themi, Perëndia i flet zemrës time. Fryma e shenjtë le të më tregojë të vërtetën. Çfarë do të thotë ky varg? Çfarë po përpiqet të më thotë Zoti? E dini se ç'do të ndodh? Besimi juaj do të rritet. Ju do të gërmoni në fjalën e Zotit, si dikush që është i ngazëllyer për atë çfarë do të gjej, sepse po gjeni një grimc të çmuar të së vërtetës njëra pas tjetrës. Do të gjeni parim pas parimi që do të udhëheqë jetën tuaj. E dini se çfarë do të ndodh? Ju do të pajiseni për të përballur me jetën. Nuk ka rëndësi se çfarë ndodh. Kur keni këtë lloj marrëdhënie me të, do të arrini të bëni ballë me sukses. Tani, shenja e dytë e kësaj urie dhe etje në marrëdhënie me Perëndin është një dëshirë e thellë për të kaluar kohë me të. Si mund të kaloni kohë me Perëndin kur ai nuk është aty, por diku jashtë? Jezusi thot tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 15, vargu 4: Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Unë jam i qëndrueshëm brenda jush. Nëse një person ka një dashuri të sinqertë për Perëndin, do të kaloj kohë me të. Nëse dëshironi një marrëdhënie personale me të dhe filloni ta ndiqni, Perëndia do të fillojë t'ju flasë në mënyrat dhe rrugët që si keni menduar kurrë. Po, Perëndia flet. Po, ai e bën të qartë. Po, ai jep drejtim. Ai di si të na sjellë në një vendim të drejtë. Çfarë kërkoni kur luteni? A i thoni si sa shumë e doni? A i shprehni mirënjohje? Sa herë që lexoni Biblën dhe kuptoni se si ka punuar ai me jetën e njerëzve, a e falenderoni për mënyrën se si punoi me jetën e Davidit? Në Psalmin 63, vargjet 2 dhe 4, kështu të admirova në shenjtore, duke soditur forcën tënde dhe lavdin tënde. Meqense mirësia jote vlen më tepër se jeta, buzët e mia do të lëvdojnë. Kështu do të bekoj derisa të jetoj. Ne ngjajmë kaq shumë me personazhet në Bibël, në të gjitha herët kur kemi problem ose kur joshemi, kur jemi në vështirësi ose mundim. E dini se kur ne i kërkojmë atij, e vërteta vjen? Ai përgjigjet lutjeve tona. Ai merr barrën tonë. Çfarë ndodh? Në procesin e rritjes në marrëdhënien tonë me të, fillojmë të kuptojmë çfarë lloj Perëndie është ai. A keni ndjerë ndonjëherë që askush s'do t'ja di dhe madje askush s'ka dashur të di në keni qenë gjallë apo jo? Ju vini me fytyrë përpara Perëndis dhe kuptoni këtë prani, këtë ndjenjë mbresëlënse në jetën tuaj. Dhe kjo prani nuk është asgjë tjetër përveç se Perëndia vet. Donjëherë nuk mund të flisni, nuk doni të thoni asgjë. Shumë herë më ndodh që nuk dua të them asgjë, dua vetëm të rri në qetësi dhe të dëgjoj. Dhe ndonjëherë në dëgjim, nuk është se Perëndia po më thot
ndonjë gjë me zë të lartë, gojarisht. Thjesht ndjej praninë e tij. Dhe e dini çfarë? Në kohën kur mund të ngriheni dhe të largoheni, e dini se çfarë do të përjetoni? Do të ndjeni i sigurt, i dashuruar, i përkëdhelur. Në fakt, nuk keni pritur për asnjërin prej tyre. Kjo është mënyra se si na ka mashtruar Satani. Ai thotë, duhet të lypim lëmosh dhe të shfaqsohemi. Dhe këtu njerëzit që ndrojnë mbi fjalën e Perëndisë dhe fillojnë të luten. Dhe dini çfarë? Sepse jam një fëmijë e Perëndisë, nuk kam pse përgjërohem për asgjë. Fëmijët nuk duhet të luten prindërve të tyre që t'i japin gjëra. Aty ynë qellor ka krijuar një marrëdhënie të tillë sa ne nuk duhet të lutemi. Ne thjesht duhet t'i besojmë atij dhe ta falenderojmë. Ka kohë kur kërkojmë dhe nuk themi asnjë fjalë. Kur e kuptoni se kush është ai, çfarë dëshiron për ne, si vepron, ju nuk keni për të kërkuar lëmosh, të rrini gjithkohën duke u shfaqsuar dhe të jetoni në pasiguri. Ka dhe një gjë të tretë që kam vëre dhe që është shumë e dukshme për mua kur keni uri dhe etje për Perëndin. E dini çfarë ndodh? Ju jeni i lirë. Perëndia do të fillojë t'ju lirojë nga tërheqja dhe joshja e botës. Nuk mund ta shpjegoni dot. Thjesht tërhiqeni prej tij. Pse? Sepse tani shpirti juaj është kënaqur në vetë Perëndin. Ai ju ka dhënë ushqim. Ai ju ka kënaqur. Ka shuar atë etje brenda jush që nuk mund ta shuajë asgjë tjetër. A e dini se çfarë ndodh? Ndodh që merrni liri nga tërheqja e botës. Tani e di, disa njerëz nuk do ta kuptojnë këtë. Dhe unë e kuptoj sepse marrëdhënia me Perëndin e plotfuqishëm duhet të bëhet prioriteti i jetës suaj. Kur ai bëhet parësor në mendimin tuaj, mund t'ju tregoj me gjithë zemër që ndjenja e nevojës, e shumë dëshirave, ankthjeve dhe shqetësimit tuaj do të zhduken plotësisht dhe ju do të çuditeni se si, pse dhe ku shkuan ato. Është pikërisht nga kjo marrëdhënie mbreslënse misterioze me Perëndin. Ndoshta mund të thoni, si mund ta bëj këtë? Ju duhet jeni gatshëm ta provoni. Dhe nuk do ta provoni për aq kohë sa jeni i kënaqur me atë çfarë keni. Ka kaq shumë njerëz të uritur dhe të etur për gjëra të tjera dhe mendoj, o Perëndi, sikur ta dinin që ardhja tek ty nuk kushton asgjë. Ai dëshiron një marrëdhënie me ne, gjë që na bën të lirë emocionalisht nga këto gjëra. Shenja 4 që keni është një tërheqje e fortë, uri dhe etje për një marrëdhënie me të, e cila është dëshira që të miqësohemi me besimtarë të tjerë. Ai tha tek letra drejtuar Hebrejve kapitulli 10, vargu 25, pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Ky person ka uri, etje dhe dëshirë për Perëndin. Ai ka një marrëdhënie të ngushtë me të dhe adhuron Perëndin. Ju mund të thoni, kam dëgjuar njerëz që thonë, jam i shpëtuar dhe jam pagzuar. Unë nuk besoj që duhet të përkasësh një kishe që të shkosh në parajs. Kjo është plotësisht e drejtë. Ju nuk duhet të përkisni një kishe për të shkuar në parajs, por do të humbisni më të mirat që Perëndia ka për ju. Do të humbisni bekimet që ai ka në bollëkun e tij për një arsye të thjeshtë, që është kaq egoiste. Nuk kam nevojë të shkoj në kish. Me fjalë të tjera po thoni, shqetësohem vetëm për veten time. Dua t'ja di vetëm për veten. Nuk shkoj në kish sepse nuk dua, nuk më pëlqen. Keni dëgjuar ndonjëherë ide që Perëndia mund t'ju vërë në marrëdhënie me njerëzit sepse do t'ju përdorë për të bekuar dikë tjetër? Kjo është sepse ai e njeh eksaktësisht njeriu që do t'ju dëgjoj. Ata do t'ju dëgjojnë sepse do të gjejnë ju njerëz që i duan dhe kujdesen për ta. Është diçka brenda jush që i bën ata të ndjehen të lirë, t'ju tregojnë rreth zemrës së tyre, rreth gjërave me të cilat po ndeshen. Perëndia dëshiron t'ju përdorë ju. Është absolutisht egoizëm i pastër të thuash, nuk kam nevojë të shkoj në kish, mund të shkoj në parajs dhe pa të. Mirë, do t'ju tregoj një gjë. Kur do shkoni atje, nuk do të dukeni shumë mirë. Më falni, ka diçka gabim me këtë lloj të menduari. Ka të bëjë me mënyrën se si e shohim njëri tjetrin. Ka diçka rreth të qeshurit së bashku, të kënduarit së bashku, të lavdëruarit Zotin, kënduar psalme dhe adhuruar Perëndin. Nuk ka asnjë në botë që mund ta zëvendësojë këtë. Çfarë do Perëndia që ne të bëjmë? Ai dëshiron që ne të miqësohemi me njëri tjetrin, ta japim veten tonë për njëri tjetrin. Një besimtar që ka uri dhe etje për Perëndin duhet të dojë të rrijë me njerëzit e Perëndisë. A jemi të përkryer? Jo. Ne jemi komplet të papërkryer.
E dini pse takohemi me njëri tjetrin? Për të lavdëruar Zotin dhe për të shijuar hirin e tij. Hiri i Perëndis është për njerëzit e papërkryer. Hiri i Perëndis është pa kushte. Dashuria dhe hiri i Perëndis është për njerëzit e papërkryer. Ne nuk deklarojmë se jemi të përkryer, që nuk jemi mëkatar. Perëndia e di. Do të uronim të ishte ndryshe, por ja që s'është. Por nuk është ky problemi. Ne jemi pjesë e trupit të Krishtit. Takohemi së bashku për ta dashur njëri tjetrin, ta mbështesim njëri tjetrin, të lutemi për njëri tjetrin, ta ngushëllojmë, të qeshim dhe të gëzohemi me njëri tjetrin, dhe çfarëdo tjetër që mund të jetë. Perëndia e di se ne kemi nevojë për këtë, ndryshe nuk do ta kishe krijuar kurrë kishën. Ai thotë tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 16, vargu 18. Unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Pse? Për shkak të fuqisë së frymës së shenjtë në jetën tona. Ka kaq shumë gëzim brenda nesh, kaq shumë besim dhe siguri për shkak të marrëdhënies tonë me të. Kështu që bota jashtë thotë, çfarë është kjo? E dua këtë. Dhe ata vinë sepse janë të tërhequr nga Perëndia që jeton në ne. Kjo është arsyeja e ardhjes së tyre në kishë. Cili është pozicioni juaj në kishë? A jeni ju një nga persona që flen të dielën në mëngjes sepse në fund të fundit keni punuar shumë gjatë gjithë javës? E kuptoj çdo thotë kjo. Shumë herë edhe unë punoj 7 ditë. Por e dini, mezi presa të mbërri këtu. Jo sepse jam pastori. Mezi pres të jem këtu mes njerëzve të Perëndis, të miqësohem dhe të dëgjoj këngët dhe muzikën që e ngazëllen shpirtin tim. Është e pamundur që ta doni Perëndin, të keni një marrëdhënie me të dhe të mos doni të miqësoheni me njerëzit e tij. Është e pamundur të ndodhë kështu. Shenja e 5 që ka një person i uritur dhe i jetur për Perëndin është dëshira për të ndarë lajmin e mirë. Është një gjë që i vlon në shpirt dhe nuk mund ta mbajë dot vetëm për vete. Bibla thot tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 10, vargu 25, pa hequr dorë nga të mbledhurit së bashku, sikurse ka zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Që do të thotë se duhet të miqësohemi dhe të adhurojmë së bashku. Ai thot tek Psalmi 107, vargu 2. Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit. Ne po flasim për të. Dëgjoni se çfarë tha ai tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 28, vargjet 19 deri në 20. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt. Si mund ta bëjnë ata këtë? Duke i pagzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Si mund ta bëni këtë? Flisni për të. Ne kemi një urdhër të pashmangshëm, një porosi nga Zoti Jezus Krisht që mund të përmblidhet me këto fjalë. Flisni për mua derisa ata të dëgjojnë për mua. Flisni për mua derisa ata të fillojnë të më ndjekin. Flisni për mua derisa ata të pagëzohen. Flisni për mua derisa ne të shumëfishojmë kishat në të gjithë botën. Flisni për mua. Ata mund të thonë, mirë, unë jam i krishterë, por mendoj se duhet mbajtur diçka për vete. Ka disa gjëra që ju duhet t'i mbani për vete, veçanërisht mëkatin. Por nuk mund të mbani Jezusin brenda jush. Ai vjen në zemrat tona për t'u dhuruar, për t'u ndarë me të tjerët. A keni këtë marrëdhënie me të? Ndoshta mund të thoni, kam besuar gjithmonë se duhet t'i kemi personale këto gjëra. Le të flasim për një moment për këtë. Kam përmendur 5 shenja. Nëse ju e keni këtë lloj marrëdhënie, atë lloj miqësie të ngushtë me të. Si do të përgjigjeshit për këtë me veten tuaj, nëse do të ishit plotësisht i sinqert? Do të thoshni e keni apo jo? Mirë, çfarë do që të jetë përgjigja? Duhet t'ju tregoj për disa hapa që mund të merrni për ta ndjekur që në fillim. Dhe menjëherë tani, është shumë e thjeshtë. Dëgjoni. A dëshironi ta filloni këtë lloj marrëdhënie? Hapi numër 1. Para së gjithash, ju duhet të dini se Zoti Jezus Krisht është shpëtimtari juaj personal. Besojini atij si shpëtimtarin tuaj, falësin e mëkateve tuaj. Pastaj çfarë? Hapi i dytë. Duhet të merrni një vendim. Unë dua të kem atë lloj marrëdhënie për të cilën po flet ai. Dua të kem këtë miqësi të ngushtë, të thellë, të uritur, të etur dhe mall në zemrën time për Perëndin. Dua gjithçka tjetër që u përmend më lart. Dua të marr një vendim, një zotim. Edhe më pas e kërkoni Perëndin në lutje. Zot, mësom të kem këtë lloj marrëdhënie me ty. Kjo është ajo
që dua të. Shpirti im zjatet drejt teje. Zemra ime është e uritur për ty, Perëndi. Ndërto këtë lloj marrëdhënie midis nesh. Hapi numër 3. Ju shkoni tek fjala e Perëndis dhe filloni të lexoni. Por tani po lexoni për arsye komplet të ndryshme. Nuk po lexoni për të dhënë mësim në shkollën e së dielës, as për të predikuar. Nuk po lexoni për të përgjigjur pyetjes që mund t'ju bëjë dikush. Po lexoni tani dhe po meditoni mbi fjalën e Perëndis për veten tuaj dhe duke u lutur. Zot, foli zemrës time. Tregom sot diçka rreth vetes tënde. Tregom diçka për veten time. Dhe kur ai e bën, ju jeni gati të rrëfeni dhe të pendoni për gjithçka jo të drejtë, ose falenderojeni dhe lavdërojeni atë për gjërat që janë në rregull. Kështu ju po merrni fjalën e Perëndis dhe ai po fillon të punojë në zemrën tuaj në mënyrën më mahnitse. Në këtë moment do të vijë rrëfimi dhe pendimi. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur vini në një pasazh dhe Perëndia ju bind për diçka, ose merreni me të dhe si rrjedhim marrëdhënia juaj me Perëndin zhvillohet, ose mbeteni në vend. Sa herë që ndaloj se rrëfyri mëkatet e mia, nuk pendohem dhe nuk merrem me mëkatin, me fjalë të tjera, po i them Perëndis, kaq vlerë ke ti për mua, kaq vlerë ke për jetën time. Por kur i thua Perëndis, Perëndi, pastroje zemrën time, sinqerisht pendohem për mëkatin tim, të besoj ty Perëndi për faljen tënde. E dini se çfarë ndodh? Ai ju tërheq më pranë dhe më pranë edhe më pranë, sepse kjo është dëshira e zemrës së tij. Veç kësaj, dua të them edhe diçka tjetër. Tani është vendimi juaj, sepse tani ju e dëgjua të vërtetën. Pyeteni veten, a do të vazhdoj me vaktësinë time, apo dua ta marr seriozisht marrëdhënien time me Perëndin? Këtu është problemi. Ju dëgjuat kaq shumë të vërteta në këtë mesazh rreth marrëdhënies me Perëndin. Mund t'ju them këtë. Nëse qëllimi i zemrës tuaj është të qëndroni në stilin e vaktësisë, do të prekësh fundin. Mendoni, Perëndia po e zbras të vërtetën e tij pa pushim dhe ju vazhdoni të jetoni në të njëjtin lloj egoizmi dhe vaktësie. Mendoni se Perëndia nuk e merr parasysh? Jo. Ai nuk vepron kështu. Kujt i jepet shumë, i kërkohet shumë. Kujt i ka dhënë shumë dituri, do t'i kërkohet po shumë. Dhe dua të them, nëse je vërtet një njeri i mençur, thuaj i Zotit, atë, dua të jemi qëndrueshëm. Dua të kem një dëshirë të zjarrt të thellë për ty. Dua të jem i etur, të kem uri për ty në zemrën time, më shumë se për çdo gjë tjetër. Apo e kërkoni Perëndin me gjithë zemrën tuaj? Apo gjërat të tjera janë më të rëndësishme se ai? Në mesazhin e sotëm, Dr. Stanley na bëri të qartë që nëse pranojmë të rritemi në marrëdhënien tonë me Zotin, duhet të jemi të gatshëm të japim atij gjithçka. Kur Perëndia flet, bindja është gjithmonë përgjigjja më e mirë. Keni në zemrën tuaj të njëjtin qëndrim me psalmistin kur thot në Psalmin 135:7. Unë pres Zotin. Shpirti im e pret. Unë kam shpresë në fjalën e tij. Shpirti im pret Zotin më tepër se rojet mëngjesin. Po, më tepër se rojet mëngjesin. O Izrael, mbaj shpresa tek Zoti, sepse pranë tij ka dëmshuri edhe shpëtim të plotë. Merrni kohë për të dëgjuar qetë atë çfarë ka për t'ju thënë Zoti. Këtu të dashur miq kanë përfunduar dhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.